Çfarë duhet bëj shteti, ne vetë, pastaj dhe shteti, që gjerdani i turizmit shqiptar të jetë i lidhur siç duhet. Atëherë ne duhet të kuptojmë që ne kemi aq shumë për të dhënë turistët si nga ana e kulinarisë, ashtu edhe nga pjesa e kulturës tonë, në mënyrë që ne t'i mbajmë tu. Duhet të ndërgjegjësohemi së pari vetë dhe dyta patjetër me ndërhyrje, me kontrolle, monitorime të vazhdueshme nga ana e pushtetit, strukturave përgjegjëse, në mënyrë që ne këtë numër turistësh që ne na është rritur, ta kemi të qëndrueshëm dhe në vimësi për vit pas viti, sepse të gjithë operatorët dhe ne vetë e shikojmë ajo që ta e banë fillim, çfarë do kemi vitin tjetër, ne nuk e dim çfarë do kemi. Do na ikim apo do vijojmë që ta kemi? Pra krijimi paketave dhe tureve tematike, autentike dhe me turizmin eksperiencial. Eva, marrë me qafsh, ma thuaj në fund të mesazhit, qa vinë këta turista që shkojnë Tiranë më i zemër, se unë se kam kuptuar. Tirana, unë tani përmenëm i projekt Tirana Heritage Roots, i bie në bulevardit kot në kot, sepse qeveria ka financuar më tepër, ose ka mbështetur bunkartin dhe muzeumet e tjera i kemi të mbyllura. Pra, ti të mendosh që historia duhet filloj nga historia. Qa shojnë të turistët, moj? Laja hiq. Në Tiranë, atë sheshin që është një pjekje masive. Tirana, Enkas, atër do galoj të ajo që ju preferoni, Tirana, Enkas është mbajtur kryeqytet, qytet i ri, 400 vjeçar me gënjeshtra, se është po aq i vjetër prapa toka sa Durrësi, dhe historitë e Tiranës janë të jashtëzakonshme. Historia e Zallë Bastari është emër mbreti. Në Bastar janë gjetur 2 helmeta i lire të jashtëzakonshme që rinë kot atje, vetëm gjetur në Bastar të muzeu, dhe ti vetëm atë historinë atyre mbretërve, që ne po i krijojmë tani këto ture, po krijojmë 5 itinerare tematike Tirana Heritage Roots. Të thash turi mbretërve, është turi rrugëve antike. Historia e Kalasë ndroqet e jashtëzakonshme. Po tregoja një këtë operatorëve, pak të mësojnë në gjë, pak të ta bëjnë çik më interesante. Unë hapi radhës apo i kemi krijuar 5 itinerare tematike. Po, kanë në rrugë aq të vjetra antike sa ishin më të vjetra se Via Egnatia. Via Egnatia u ndërtua mbi rrugët ekzistuese, kanë qenë rrugët e Kandavis, që kalonin pikërisht Durrësi, si do lidhej Durrësi është pa që vjetër sa Roma. Si do lidhej Durrësi me prapatokën për të shkuar. Tani po zëmë Romën dhe është po ato 3000 vjet. Dhe do shkoje